Edhe kujdes kur ti shihni njerëzit të cilët janë të ngratë rrugës, të cilët s'kan pozita, wallahi me ta bësh sevapin më të madh kur ti e respekton që ati më i dhon me kuptu më ju dog dita më e mirë, jeta më marr kuptim atij kur ti nuk e nënçman. Pa dash tash me përmend, po pastruesit e bërllogut kur ti sheh, respektaj falju i pari. Pse na veç kur shkojmë dikun që na jemi ty pagu do punëtor nëpër zyra publike, ata janë punëtor ton, një dokument kur shkon me nxerr. Pse ti i thua atij falënderes, mirë dita, si e mirë, Pse? Pse? Ato një të paguti, me të atimet tuaj të ecë për të punu. Pse ai tjetri e nënçmon atë tjetrin? Pse? Dush mi fol, me respektu, me nderu. Allahu ka me të nderu ty. Dhe ju dini atë fjalët të meselja pastruzve, bërlogut. Na jemi bërlog gjitë, na që e bëjmë bërlogun, ata janë pastruz të bërlogit tonit. Kush i respekton tjertë? Ai që është i respektuar për vetë i respekton tjertë.